krahasimtare, disa indikatorë të rëndësishëm të konkurrueshmërisë në komunat e Kosovës. Është projekt i iniciuar në mbështetjen nga USAID dhe implementohet nga ne. Para se të flas për indeksin e konkurrueshmërisë të komunave, më lejoni që fillimisht i kaloj fjalën zotit James Soap, drejtori i misionit të USAID, një rast fjalë rasti, dhe më pas do të bëj një prezantim të shkurtër të indeksit dhe do të marrim pyetje nga pjesëmarrësit dhe media. Zoti Job, fjalë. Thanks. I see you have your notes up here, so Yeah. I'll try not to deliver them. Okay, well, good morning, everyone. Always great to be here. Just saying, this is my first time actually coming to visit the Reinvest offices, although, of course, over the last 3 years that I've been here in Kosovo, we've done a lot of work together with Reinvest. So today is kind of a special day to announce a new activity. Mirëmëngjes, është kënaqësi që jam këtu, faleminderit Alban. Unë jam takuar me zyrtarët e Investit gjatë viteve shumë herë, mirë po kjo është hera e parë që vi këtu në shtëpinë tuaj dhe po e nisim këtë indeks të konkurrencshmërisë së komunave. And it's particularly important that we're here on the Friday of Anti-Corruption Week. Dhe është në veçantë e rëndësishme se jemi këtu në ditën e premte, ditën e fundit të javës së luftimit të korrupsionit. And there's a nice link because the first event that I did in Anti-Corruption Week on Monday was to sign an MOU with the Public Procurement Review Board. Dhe mendoj se është ka qelluar mjaft mirë sepse evenimenti I parë që kam nënshtruar, kam qenë prezent në kuadër të javës luftës kundër korrupsionit ka qenë nënshkrimi I memorandumit të mirëkuptimit me KRPP, me Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik. And today we're closing out the week with the announcement of this new program, the return of the Municipal Competitive Index. Dhe tani po e përmbyllim këtë javë me nisjen e këtij projektit indeksit të konkurrencshmërisë së komunave. And this is important because the MCI is all about building transparency and building good governance in all of Kosovo's municipalities. Dhe kjo është më rëndësi sepse indeksi I konkurrencshmërisë së komunave ka të bëjë me ndërtimin e transparencës dhe qeverisjes së mirë anë mban Kosovës në gjitha komunat. And it's a proven and effective tool. Dhe është dëshmuar si një mjet shumë efektiv. When I first arrived here in Kosovo, I went to visit just about every mayor in all 38 municipalities. Dhe kur kam arritur për herë të parë në Kosovë, kam vizituar të gjithë kryetarët e komunave në të gjitha 38 komunat e Kosovës. And most of them at the beginning of the meeting would point on their wall to the ranking that they received on the MCI report. Dhe shumica e tyre që është në fillim të takimit do të tregonin në drejtim të mirënjohjes, të cilën e kishin varur në mur të rangimit të tyre në kuadër të indeksit të konkurrencshmërisë së komunave. They were very proud of what they had accomplished, Dhe ishin shumë krenar për atë që kanë arritur. the ones that did well. Po flas për ata që janë ranguar mirë. So I'm very, very happy to see it backed by popular demand, as they said. Dhe në të vërtetë jam I lumtur që prapë po e kthejmë këtë projekt I cili po kthehet për shkak të kërkesës popullore. And it's important because the enabling environment for business, the opportunity to improve services for citizens really is housed in the local government institutions. Dhe kjo për arsyeën se krijimi I një mjedisi lehtësues për bizneset dhe krijimi I shërbimeve më të mira për qytetarët në të vërtetë e ka vendin e vet në nivelin komunal. And the MCI is a measure, it's a measuring stick. It shows what's good, it shows what's bad, it shows the path to improve and strengthen services and laws and regulations. Dhe indeksi I konkurrencshmërisë është ai shkopi I madh I cili tregon atë përparimin e arritur në përmirësimin e shërbimeve dhe në përmirësimin e mjedisit afarist. And what's also important is that it includes all 38 municipalities throughout Kosovo. Dhe një gjë tjetër më rëndësi është se I përfshin që të gjitha 38 komunat e Kosovës. And it includes the word competitiveness, not just because of the competitiveness that local governments need to demonstrate,
but also because it creates competition among those 38 municipalities. Dhe e përfshin në vetë fjalën konkurrentshmëri për shkak se nxit një garë, një konkurrencë në mes të gjitha komunave të cilat garojnë mes veti për të ranguar sa më mirë. It can be a tool for municipalities to share best practices. Pra kjo mund të jetë një vegël e vlefshme për komunat për t'i këmbyer mes veti praktikat më të mira. And to help find solutions to the different challenges and problems. Ndihmon gjetjen e zgjidhjeve për sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohen komunat. And we've seen that this can work. At the national level, Kosovo did very well this year on the World Bank's Doing Business report for 2018, jumping 20 places to number 40 in the world. Dhe ne kemi pas rastin të shohim se kjo me vërtet funksionon, sepse në nivelin kombëtar Kosova ka kërcyer për 20 vende në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes. So let's use the MCI to bring the challenge to all 38 municipalities to see how well they can do on improving the competitiveness environment. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë indeks të konkurrencshmërisë komunale që ta sjellim këtë sfidë edhe në nivelin komunal, që të shohim se sa ato mund të arrijnë përmirësime në nivel lokal. And finally, let me just say we're very proud at USAID to once again partner with Reinvest and the Reinvest team. We look forward to a very, very successful project over the next couple of years. Dhe në fund bëlejoni të them se jemi krenar që mund të jemi partner i institutit Reinvest dhe me shumë dëshirë e presim bashkëpunimin tonë të ardhshëm dhe suksesit të këtij projekti. Faleminderit të diho. Lejoni që veç një pika shkurta bëj një përshkrim të shkurt të indeksit konkurrshmërisë komunale. Siç u tha, ky indeks bazohet në një metodologji tashmë të konsoliduar dhe i njëjti paraqet një burim jashtëzakonisht të rëndësishëm të zonave primare për të analizuar mjedisin biznesor në kontekstin e ndryshëm. Indekset edhe nën indekset e konkurrshmërisë janë hartuar në bazë të literaturës së vendeve në tranzicion dhe në konsultim me aktorë të rëndësishëm për përmirësimin e mjedisit biznesor në kontekst të komunal. Mbledhja e zonave për indeksin e konkurrshmërisë komunale në Kosovë ofron një rrugë për krijimin e një baze të ndërsektoriale në për konkurrshmërinë në kontekstin lokal. Si i tillë, ky indeks ofron një burim të rëndësishëm informacioni për dizajnuar politikat publike bazuar në evidencë shkencore. Në mënyrë që ky indeks të reflektojë sa më mirë konkurrshmërinë në kontekstin lokal, ne angazhohemi që njëjti kontekstualizohet në mënyrë që të përshtatet rrethanave të komunave të Kosovës. Megjithatë, i njëjti i qëndron besnik kornizave të metodologjisë, siç tashmë të konsoliduar këtij indeksi. Indeksi i konkurrshmërisë komunave i ka 8 indikatorë bazë për të matur konkurrshmërinë në nivel komun. Këta indikatorë përfshin barierat për hyrje në biznes, pra cilat janë ato barriera cilat po i ngushtojnë ose pengojnë bizneset për të filluar afarizmin e tyre në nivel komun. Dyti indikator ka të bëjë me transparencën dhe informimin, pra cili është niveli i informimit dhe çastja në informacion që bizneset kanë në nivel komunash për bizneset ose për operimin e tyre në këto komunë. E treta ka të bëjë me pjesëmarrjen dhe parashikueshmërinë e politikave publike, pra pjesëmarrjen e sektorit privat dhe sa kjo pjesëmarrje përbrendësohet në politikbërje nga komuna dhe sa të parashikueshme janë politikat publike që qeverisin ekonominë në nivel lokal. Indikatori i katërt është i lidhur me shpenzimet që kanë pikpamje kohore, që kanë bizneset për të marrë shërbime prej administratës komunale. Indikatori 5 ka të bëjë me çështje fiskale, pra kryesisht me tatimet dhe taksat komunale, sa ato janë barriera apo lehtësues për të operuar në një administratuar në nivel komunal. Indikatori 6 ka të bëjë me funksionimin e administratës komunale, pra sa kjo administratë është efikase dhe sa ajo lehtëson veprimtarinë e bizneseve në mjedisin afaris lokal apo sa është pengesë. Indikatori i 7 janë shërbimet mbështetëse për biznes dhe punë, që kryesisht analizojnë anën e ofertës, pra sa është mjedisi biznesor lehtësues duke ofruar inpute
kryesisht të burimeve njerëzore. Dhe e teta lidhet me infrastrukturën komunale. Pra sa është infrastruktura barierë për biznesin në nivel komunal dhe sa kjo infrastrukturë mund të përmirësojë edhe afarizmin përgjithësi. Secili indikator më pas i ka nën indikatorë e vet, duke analizuar rrethanat e Kosovës dhe sfidat që ai ka. Këta indikatorë do të pasqyrohen edhe më tej, posaçërisht për të përfshirë indikatorë që në mënyrë specifike janë të rëndësishëm për disa komuna. Duke ndjekur parimet kryesore të kornizës së indeksit të konkurrueshmërisë së komunave, ne do të zbatojmë në mënyrë rigoroze një sër aktivitete, përfshirë hartimin e anketës, pilotimin, përcaktimin e mostrës, në mënyrë që ajo të jetë përfaqësuese për populacionin, grumbullimin e dhënave që do të analizohen dhe më pas do të sintetizohen në një raport gjithëpërfshirës. Indeksi i konkurrueshmërisë do dizajnohet për secilin komunë, siç u tham, duke përfshirë çdo rajon dhe çdo komunitet të Kosovës. Mostra e kësaj ankete përfshin 3100 ndërmarrje, e cila është nxjerrë nga të dhënat e përditësuara të administratës patrimore të Kosovës. Kjo mostër është zgjedhur në mënyrë rastësore, në mënyrë që të ketë përfaqësim adekuat për të lejuar gjeneralizimin e rezultateve. Grumbullimi i dhënave bëhet nga anketues të trajnuar dhe të shumtë në një. Angazhimi më tepër anketuesve, mes tjera është asiguron nivele cilësi më të lartë në këtë proces, posaçërisht për të shmangur animet gjatë evidentimit përgjithshëm. Për më tepër, ne aplikojmë në mënyrë konsistente një protokoll rigoroz në kontrollimin e cilësisë së dhënave. Pra grumbullimit këto dhëna do të analizohen dhe do të prezantohen në nivel me indeks në nivel të secilës komunë, pas cilit do të bëhet edhe rangimi i komunave. Përveç grumbullimit të dhënave përmes anketës, ne do të organizojmë edhe grupe të fokusuara në secilin rajon me aktorë të rëndësishëm, në mënyrë që të marrim disa indikatorë cilësor, të cilët alternativisht është vështirë të nxjerrën përmes anketave të drejtë për drejtë. Ne planifikojmë që në kontekst Kosovës të përmirësojmë zbatimin e indeksit të konkurrueshmërisë së komunave përmes ngritjes së një komiteti jo formal që do të përfshijë palë të rëndësishme të interesit. Parasgjithësh, agjencitë të cilat prodhojnë dhëna, mes tjerash Agjencinë e Statistikave dhe Administratën Patrimore të Kosovës. Qëllimi i këtij komiteti jo formal është që në instancë të fundit të krijojë parakushte për të vazhduar hartimin e indeksit të konkurrueshmërisë së komunave në periudha pasqyrore. Kështu ne shpresojmë se indeksi i konkurrueshmërisë së komunave do të ankorohet në nivelet më të rëndësishme të politikbërjes së informuar në Kosovë. Hartimi i indeksit të konkurrueshmërisë së Kosovës besojmë fuqishëm se do të ndikojë në përmirësimin fillimisht të informimit lidhur me aspektet të rëndësishme të mjedisit biznesor nëpër komunë. I njëjti gjithashtu do të paraqes një burim të rëndësishëm të dhënave për të dizajnuar politikat publike. Për faktin se indeksi i konkurrueshmërisë së Kosovës përfshin të gjitha komunat e Kosovës, ai do të mësojë që në mënyrë krahësimtare të analizon mjedisin biznesor nëpër komuna, si dhe të nëncis ato që thavë më herët, konkurrencën ndërmjet komunave, për të bërë në mënyrë më shumë për aspekte ndryshme të mjedisit biznesor dhe përmirësimin e tyre. Indeksi i konkurrueshmërisë së Kosovës, ose komuna fali, vjen në një periudhë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ne besojmë se Kosova ka nevojë për të atuar politikat publike bazuar në dhëna, në mënyrë që të krijon kushte për aktivizimin e burimeve të rritjes ekonomike, e që më pas njëjtat mund të përkthehen në përmirësimin e atyre problemeve sociale me të cilat përballet sot Kosova. Lancimi i fillimit punës së indeksit të konkurrueshmërisë së Kosovës koincidon edhe me javën kundër korrupsionit. Ne besojmë se rritja e informimit dhe promovimi i konkurrencës në komunë, që promovohet përmes këtij indeksi, janë mjet i rëndësishëm i kontrollimit të korrupsionit dhe promovimit të qeverisë së mirë. Më lejoni fund të falenderoj USAID për iniciatimin dhe mbështetjen e këtij programi, që besojmë se do të sjellë rezultate të jashtëzakonshme në periudhë afatmesme në përmirësimin e qeverisë ekonomike dhe krijimit të një mjedisi më miqësor. Ju falenderoj. Nëse dikush prej mediave ka një pyetje, shumë mujt me pranoj pyetje. Ose dikush prej audiencës. I guess we covered everything. Në atë rast atëherë po ju falenderoj për pjesëmarrjen sot që mbulot këtë
eveniment të rëndësishëm edhe ne jem shumë entuziast për me grumbullu këtë dhana me nxjerr raportin i cili ka me nxit këtë konkurrencë në nivel komunash, edhe po besojmë ka me përmirësu politikëbërjen, edhe ka me inicu debate dhe më cilësore në nivel komuna apo në nivel kombëtar, që në mënyrë sa më të mirë dizajnohen politikat që kanë për qëllim përmirësimin e mjedisë të pajisë. Faleminderit. Great. Thanks very much.